këtë se ka prit askush, pro qeveria gjermane ndalën pro bashkimin familjar për 2 vite, për 24 muaj, pro që mështë me mujtë mi marë gruën dhe fëmijën. Po për kanë ndalën, lazën e motra, qeveria në ardhje që po fillon pro nga maji, pro i këti viti ta merë pro pushtetin e Gjermanijës, unë do t'ju tregoj si në vijem. Lazën e motra, të gjithë ju që një ardhë si punëtor të kvalifikum, pro juve nuk jam ndalën një gjithë të tillë, pro ju keni drejt, si që keni pas vazhdimisht, kur do që i plotësoni kushtet të bëni bashkim familjar me nusën, me fëmijën e kështu me radhë. As ju të cilët jeni ardhur pro pa kualifikim, sipas rregullores Ballkanit Perëndimor, nuk ju përfshin ky ligj, por keni drejt të bëni bashkim familjar kur ti plotësoni kushtet. Madje as juve të cilëve keni jetu këtu që shumë vite, jeni me shtetësi gjermane, pa shtetësi gjermane, pra dhe jetoni të rregull që shumë vite, keni drejt të bëni bashkim familjar kur të doni, pra nëse keni vendosur të martoheni e kështu me radhë. Pra, i referohet ky ligj më së shumti atyre të cilëve janë ardhur nga Afganistani, Siria, pra atyre që janë azil. Për ata që janë azil, mund t'i përfshi pra edhe shqiptarët, në qoftë se vjet dikush e fiton azilin, pra nuk do të ketë mundësi t'i merr pra familjen për 24 muaj. Por për më detaj, unë do të vi pra edhe në video të ardhshme, por kjo është mos e harroni bazat që po flasun tash që duhet ta dini. Unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajrami Meti, kaloni sa më mirë.